Një spirale e ndryshme që është faqë në qiell në natën që bëllëm pas, o në natën e djeshme në pothuajse gjithë Evropën, edhe ekspertët e shërbimit meteorologjik të Britanisë së Madhe kanë dalë me një shpjegim që japin arsye se çfarë mund të ketë ndikuar në këtë fenomen të pazakont, e që sipas tyre thuhet që të jetë pasojë raketës SpaceX Falcon 9. Fenomeni është vëzhgu në Danimark, në Milano, në Kroaci dhe në vende të tjera dhe ka pasur reagime mendime nga më të ndryshmet. Edhe në Kosovë, ata të cilët merren me fushën e astronomisë kanë arritur që të kapin një imazh të tillë, por komentet kanë qenë nga më të ndryshmet, reagimet kanë qenë më të ndryshme. Dikush thotë që është një anije kozmike, të tjerët thonë që është diçka që ndërlidhet ndoshta me qenie jo ekzistuese, të paktën jo të dëshmuara deri më sot. Gjithsesi, ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë profesorin Ilajm Roshiti nga Astronomy Outreach Kosova, me cilin do ta sqarojmë këtë punë. Përshëndetje nderuar, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Përshëndetje edhe për juve në studio. Profesor, çfarë është në pyetje? Patëm teori nga më të ndryshmet, fjalë nga më të ndryshmet, komente shumë interesante nga më të ndryshmet. Çfarë në fakt prezanton kjo spirale e cila është pra ky imazh në formë spirale që është shfaqur në qiellin e Evropës. Pra po kur them Evropës nuk kuptoj këtu edhe vendet ballkanike. Ne e dham që kanë qenë pikërisht ekspertët e shërbimit meteorologjik të Britanisë që kanë dalë me një të dhënë të saktë rreth kësaj, por çfarë dimë ne në Kosovë për ta? Në fakt, ne si popull nuk jemi të njohur në lidhje me këtë fenomen, SpaceX Falcon 9, mirë po në fakt kjo është një realitet, që ato kanë një lloj të karburantit të veçantë dhe ato kur janë në një pjesë të ftohtë të atmosferës, ato kalojnë në ngrinë ca okulli dhe paraqiten në rrezatimin e diellit pikërisht në atë formë. Se e kanë formën spirale, është pikërisht për shkak që anija kozmike gjatë ngritjes, ajo rrotullohet dhe lën vrazhg ose bishtin e saj të si lloj komete që e ka bishtin mbrapa, po ashtu edhe kjo anije gjatë ngritjes në hapësirë, apo të aeroplaneve që e lën atë tymin mbrapa, njëjtë janë edhe këto anijet kozmike që në fakt kur ftohen në atmosferë, në pjesë të shtresës atmosferës e cila është e ftohtë, atëherë edhe na u paraqitet ky fenomen. Po. Profesor, si ndikon nëse mund të themi ky fenomen në astronomi, në kuptimin a ka rëndësi për hulumtimet që bëhen ose a ka ndonjë ndikim të mundshëm në vëzhgimet të cilat bëhen nga institucione të caktuara të kësaj fushë? Në fakt, SpaceX jo vetëm me këto, po të dërgu satelit në hapësirë gati se në raporte ditore edhe është dërgu pikërisht për studime, po ashtu edhe për përmirësimin e internetit apo edhe informacioneve në tokë. Mirë po, sa i përket astronomisë, Falcon nuk është fenomen që na duhet mirë me studiu atë. Ajo është një fenomen që ka ndodhur për shkak të ngritjeve. Mirë po ne si popull, edhe në botë, kur diçka shohim jo të natyrshme, të përditshme, madje edhe eklipset një kohë, eklipset e diellit janë quajtur në besëtini të ndryshme që ka me pas fatalitet në atë vend ose diçka. Mirë po këto janë vetëm procese natyrore sa i përket eklipseve, ndërsa sa i përket tyne këto janë fenomene që janë të ndodhur për shkak të lancimit të anijeve kozmike apo edhe të satelitëve natyrore dhe artificial në hapësirë. Profesor, ju e përmendet që SpaceX pothuajse në baza ditore lëshon satelite e mjetet të kësaj natyre të cilat fluturojnë ose udhtojnë për në gjithësi. Por a ka të rregulluar në aspektin ligjor ose si themi në aspektin e mbrojtjes së mjedisit ndonjë rregull që ndikon, nëse mund të themi ashtu, që e ka të caktuar deri sa brenda një dite mund bën lëshime të kësaj natyre ose fluturime të kësaj natyre, në kuptimin që sa herë që kemi fluturime të kësaj natyre, ekspertët e mjedisit thonë që kemi dëmtime të shtresave të cilat mbrojnë tokën? Po në fakt këto sa janë të dobishme janë edhe të dëmshme. Mirë po që në fakt sot teknologjia është e bërë që na nuk mund mendojmë
pa këta satelit jetën në tokë, për shkak se çdo gjë është e varur pe digitalizimit dhe pikërisht këto janë besoj shumë të rregulluara në Amerikë me ligjet të Amerikës edhe të ndërkombëtare që nuk guxon Elon Musk ose kushdo që tjetë me dërgu anije kozmika apo edhe satelit artificial në hapësirë pa pas një kontroll mbi to. Profesor, një pyetje të fundit, ose cili do duhet të ishte mësimi që ne mund të marrim nga momentet të tilla si ky që patëm brëm, pra si ky imazh i kësaj spirale që pam edhe në qiellin e Kosovës, sepse ju e përmendet një gjë shumë të mirë faktin që edhe kur kemi pas eklipse të diellit, kemi bë komente nga më të ndryshmet dhe sikur jemi pak të prirur për me qenë më alarmues se që duhet. Në fakt mund kujtohet rasti i pikërisht SpaceX kur ka lancu satelitet në kohë pandemie. Po. Edhe atëherë për herë të parë u pa në këto dritat në vite drejt. Dhe pikërisht kjo ka qenë një alarm shumë edhe më kujtohet edhe atëherë është dashur me u prononcu në 2-3 media pikërisht për të njëjtin fenomen, e që në fakt këto janë vetëm gjana normale që ndodhin, edhe ne do t'i marrim shumë shtruar e të mos mirëmi me kësi bestydni që nuk na çojnë kërkon në fakt, a është alien, a ka ndodhur diçka, është në fakt e ma shumë enjoy ke një galaktike, po tash ta galaktika jon ka rrinë në tokë apo çka është problemi, kështu që ne do të mësohemi si popull që mos bëjmë panik në popull, edhe të mos krijojmë hamendësime tek njerëzit se çka është ka ndodhur në hapësirë. Spari duhet ta marrim si të mirëqenë faktin që ka ndodhur, mirë po tash ta këshymi cilat janë pasojat, cilat janë mundësitë që ka ndodhur kjo ose pe çkafit ka ardhur. E jo vetëm të dalim me deklarata shokuese, jo UFO, jo na erdhen sikur ai rasti atëherë para 20 viteve nëse s'gaboj në babut të Lipjanit që pat fluturua ai koli, aja ka qenë vetëm një balon, që jemi pak prirur për me egzageru gjana, e gjë që kjo duhet të eliminoj. Krejt këtë, çfarë në fakt, të polemikën që tashmë e bënën pak më të madhe edhe rrjetet sociale, portalet e gjitha këto, në fakt ne mund ta shfrytëzojmë në të mirë të zhvillimit të interesit për teknologjinë, për shkencën tek të rinjët, në kuptimin që ta bëjmë pakës më tërheqëse, më interesante këtë fushë për të rritet e të reja dhe vendit tonë që pse jo në një të ardhme dhe ta studiojnë. Pikërisht, kjo e ka këtë anën pozitive, që të paktën mirën me ulumtime pak ma shumë edhe lexojnë pak ma shumë, se po vrehet që leximin në zhargonin popullor, që e dim na kështu me lexu me libër, po më duket që kogja shumë ka ra dhe tash në momentin që diçka e vret mendjen nga kompjuteri apo nga telefoni apo nga rrjetet sociale çfarë do të qofshin ato, atëherë ka një interesim edhe po besoj që ndoshta të ardhmen edhe ishtin me mendu pak ma shumë në aspektin astronomik, gjë që unë mendoj se i vetmi lami ose i vetmi alami që ka shkat studiohet është pikërisht astronomia dhe gjithë tash na e pom kohën e fundit 128 satelitet natyror të cilët janë zbulu të Saturnit. Domthonë kemi mundësi shumë në sistemin tonë diellor të studiojmë lemo në univers që është i pafundëm. Profesor, gjithmonë kënaqësi ju pas, qoftë në formë virtuale, qoftë edhe fizikisht në studion e Bombonit. Faleminderit shumë për kohën. Ju kërkoj falje që s'mund të isha prezant atje, po për shkaqin të Ramazanit edhe jam agjërueshëm edhe kam musafirë në shtëpi për iftar. Iftar të këndshëm atëherë. Iftar të këndshëm. Faleminderit shumë për kohën.